Në finalen e madhe të Big Brother VIP Albania 5 u shpall fituese Selim Bollati, por pas perdes së spektaklit, reagimet nuk kanë qenë të gjitha aq pozitive. Rogerti, i cili e la garën i pari nga 4 finalistët, duket se ishte mjaft i zhgënjur nga rezultati. Pas eliminimit, ai u pa mjaft i tensionuar dhe u largua nga studioja thuajse menjëherë, ndërkohë që e njëjta gjendje ngarkese u vure edhe tek njerëzit e tij të afërt që po e mbështesnin. Situata mori një tjetër rrjedh kur Rogerti nuk u paraqit fare në festën e përbashkët të organizuar për stafin dhe banorët pas përfundimit të programit. Në vend të kësaj, ish finalisti u shfaq në rrjetet sociale nëpërmjet një videoje. Dhe ajo që tërhoqi vëmendjen ishte deklarata e vetë së Rogertit. Përmes një mesazhi drejtuar atyre që e kanë suportuar përgjatë rrugtimit, ai u kërkoi të mos e vrisnin mendjen për eliminimin, duke theksuar një detaj të rëndësishëm. Këto lojra janë bërë për politikën, vlla, nuk janë bërë për njerëzit e vërtet. Ndryshe, Rogerti ishte ndër personazhet më antagonist jo vetëm të këtij sezoni, por të gjithë Big Brotherave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.